veç në periudhën 4 vjeçare e ka lëshuar Kosovën ndikon 290.000 qytetarë. Pjesa dërmuese janë rini. Kjo për arsye se nuk ofrohet nga qeveria, apo nuk është ofruar nga qeveria asnjë lehtësirë. Si Aleancë do të ofronim shumë lehtësira për rinin. Që shëdimi investimet e huaja në Kosovë janë më të ulta se kurrë. Çka mendon që çka nuk ka funksionuar që janë kaq pak? Po, është vërtet, fatkeqësisht kjo qeveri ka pas probleme me investitorët vendor. Ka pas probleme me bizneset vendore, ka pas probleme ndoshta edhe me administratën. Nuk ka ofruar lehtësira fiskale për bizneset. Fatkeqësisht edhe bizneset po mbyllen sot. Pse? Sepse nuk ka përkrahje të shtetit, nuk ka përkrahje institucionale. Dhe rrjedhimisht edhe investimet e mëdha, sidomos ndërkombëtare, nuk kanë pasur qasje në Kosovë. Janë disa arsye, siç i përmenda, por po ashtu kjo qeveri ka trumbetuar se vendi nuk është sigurt, sepse Serbinë kemi afër kufinit, e tjera, do thotë ka krijuar një pa mbrojtje dhe destabilitet, domethënë për investime në Kosovë, kur e dim se kemi edhe shumë bashkëdhetar, të cilët janë dhe veprojnë në perëndim, dhe të gjithë kanë kapitale, kanë storit suksesi në biznesit të tyre, dhe që njëherë kanë qenë të gatshëm të vinë të investojnë në vendin tonë për të zhvilluar dhe forcuar ekonominë, dhe rrjedhimisht edhe për të gjeneruar vende të lira të punës, dhe fatkeqësisht kjo nuk ka ndodhur mu për shkak të këtyre që i përmenda më herët. Zotri Tola, ju shpesh e përmendni korrupsionin e heshtur. A mund t'jeni pak ma drejt për drejt çka keni dashur me thonë me këtë sen? Korrupsioni veç po ekziston, por tani në një formë tjetër, në një modifikim i cili vërtet është i heshtur, është i kamufluar dhe nuk është transparent. Kjo do të thotë e bën atë dallimin me korrupsionin në mëparshëm nëse ka ekzistuar. Prandaj do të thotë se korrupsioni veç do të thotë pa ekziston. Sa i përket largimit masiv të rinisë në Kosovë, si e komentoni? Rinia është e ardhmja e Kosovës. Ne si Aleancë jemi krah rinisë, prandaj kemi edhe motën, çdo krah gjithë qytetarëve, por sidomos krah rinisë, sepse fatkeqësisht veç në periudhën 4 vjeçare e ka lëshuar Kosovën ndikon 290.000 qytetarë. Për këtij numri, pjesa dërmuese janë rini. Pse? Sepse fatkeqësisht rinia nuk sheh ndonjë perspektivë në vendin tonë. Kjo për arsye se nuk ofrohet nga qeveria, apo nuk është ofruar nga qeveria asnjë lehtësirë, qoftë për ndonjë kredi të butë, nëse kanë pas ide për të hapur biznese, do thotë për t'i përkrahur ata, pastaj nuk ka stimulime as nëpërmes formave tjera, siç janë kredit për studenta për shkollim, të cilat jipen, do thotë pa kamata, pa ato, vetëm ndonjëherë ndonjë komunë, po fatkeqësisht e cila nuk udhëhiqet nga VV-ja, ato kanë ofruar kështu përkrahje, dhe ne mendojmë se si Aleancë do të ofronim shumë lehtësira për rinin, sepse ato janë kështu, duke filluar edhe me studime me përkrahje nga shteti, pastaj edhe sportin e kishim avancuar, pasi që ndërlidhet shumë me rini, duke ofruar infrastrukturë për të ofruar edhe sporte kulminante, si ne si shtet jemi të njohur për sporte individuale. E kisha ndërlidh me qeverinë Kurti, një prej zotimeve të para e ka pas ndërtimin e stadionit të futbollit në Drenas. 5 vite kanë shkuar dhe asnjë është diskutuar kjo temë. E mos flasim për temat të cilat kanë kosto më të ulët.